Miqtë mi të dashur, erdhëm më kështu dhe të rubrika e fundit për mbrëmjen e sonme apo të pathëna të kësaj jave, e cila në vazhdim do t'ju tregoj se çfarë ka të re të fytyrat tona publike, artist, këngëtar, sportist, ndonjëherë edhe politikan. I ndjekim një nga një në vazhdim. Dita moda. Dita moda. Para pak jave ju kemi njoftuar që reperi Skivi është duke punuar në një bashkëpunim me një këngëtar nga Shqipëria, teksa tani zbulojmë emrin. Fjala është për Genën, i cili gjatë kësaj jave ka qëndruar në Kosovë për të regjistruar këngën në Big Deal Records. Ky produksion muzikor do të ketë edhe disa motive nga muzika tradicionale e gërshetuar me atë moderne. Pas pak ditësh do të gjirohet edhe klipi për të publikuar në muajin maj. Në Kosovë këtë javë ka qëndruar edhe Luana Vjolca. Prezantuesja, i cila i ka munguar ekranit për disa muaj, është angazhuar në projektet muzikore. Dje Studio janë të përzgjedhurit e radhës për Luanën për të realizuar këngën e saj të re që pason Benzina. Ky produksion muzikor do të jetë me shumë ritëm e po ashtu do të ketë videoklip për të cilën Vjolca është në bisedime me disa kompani kosovare të klipeve. Javën e kaluar Roberti na rrofeu 10 gjërat mjaft interesante nga jeta e tij, për të cilat nuk ishte folur asnjëherë. Vëmendjen e mori gjithë intervistat, teksa tani e kthen fokusin tek prurjet muzikore nga ai. Berisha ka realizuar disa këngë të reja në disa studio, si në Kosovë e partu në Shqipëri. E para nga ato është finalizuar dhe brenda pak javëve lançohet me klip. Muaji 4 i 2018 është duke kaluar dhe akoma nuk është publikuar projekti që Dhurata Ametaj e kishte paralajmëruar. Disa ndryshime në këtë produksion muzikor kanë bërë që ajo të shtyhet e teksa tani vetë se është finalizuar. Prive merver që Ametaj ka përfunduar këtë këngë e ka nisur me njëherë punë për tjetën, që do dali me njëherë pas këtij projekti. Për post pjesës muzikore, Dhurata do të realizoj edhe disa kampanja publicitare për kompanitë vendore. Industria kinematografike indiane ka prekur gjithë botën, e madje shumë produksione nga ky vend janë transmetuar në ekranet shqiptare. Mirë po e kundërta ka ndodhur në botën e modës. Dizajnerja Drenusha Gjara është e pare që ka veshur yjet e Bollywoodit. Në festivalin Film Feb, brendi i saj u vesh nga Richa Çada, teksa në Zi Cine Awards me fustanin e Drenushës u paraqet Bumi Pendekar. Dhe të dashur privejista, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ju në këtë edicion të emisionit Prive. Unë ju falenderoj shumë që keni qëndruar me ne, vazhdoni edhe me tutje të qëndroni me programet e Klan Kosova. E me ne mund të shiheni sërish bashkë të shtunën ardhshme në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Deri atëherë mund të na gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube me Prive Klan Kosova. Gjithashtu keni edhe portalin sa i përket të rejave të fytyrave tona publike, prive.al. Faleminderit edhe një herë juve, faleminderit sponsorëve tanë Vala 4G, aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari dhe Fruti. Natën e mirë dhe vikend të këndshëm.